not in words. Shikon manifestimin e frymrave? Mendon që këta persona mbas këtij takimi do jetë mirë me ta? E ke parasysh që vazhdon cikli i të njëjta gjëra, këta persona rikthehen dhe vazhdojnë të bëjnë të njëjta gjëra. Nuk ndryshon jeta e tyre. You don't come to the house of God to die. See, words do not have. Shikon çfarë gjëra të tilla. Shikon si manifestohen me gojë hapur. Po ç'janë këto gjëra? Kur vjen fryma e shenjtë, një person masandaj është i fuqizuar dhe është në një mënyrë tjetër, nuk manifestohesh në atë mënyrë. Dal. The capacity. Shikon? Ajo si e bëri? See, words do not have the capacity. E shikon këteja? Si po përulet dhe ngrihet? Ato janë frymra që vazhdojnë lart e poshtë. Nuk është një video e lehtë, vëlla motë, për të thënë gjëra të tilla, po nëse ti do të shikosh. Tani del Rome dhe thot unë e shkatërroj atë magjepsin. Me çfarë? Me çfarë fuqie? Ban urdhëmet e ligjit ky person? Jo. Ban sabatin ky? Jo. Ka pemët pagane? Po. Ka Janus edhe çdo manipulim të kësaj bote me festat që janë të balit? Po. Nga vijnë të fuqi? The appropriate utensil for Opa, illustrating. kur ve dorën atij ti manifestohen masandaj frymra dhe transferohen fuqitë që ai ka brenda. Sepse duhet të jetë një person që të jetë i mbushur për të transmetuar diçka në tjetri. Kingdom things, according to the Bible, is power. Të tërë ku e bazojnë këta njerëz? E bazojnë në fuqia. Mos ndoshta këta njerëz bazohen në veçimi, në shenjtërimi, në radhë të parë, mos ndoshta vendosin prioritet kontekstin dhe fjalën, jo, marrin përcipta dhe ti e di vlla, apo motër, çfarë bëjnë? Marrin fjalët një gjysmë masandaj diku edhe vrapojnë me të. Ndërkohë mëkati është shkelja e ligjit. Ndërkohë kanë bërë mësim për këtë, kanë bërë në anglisht. Dhe thoshte ky që unë vajta në Dubai, në filan hotel, tash një person të veçohet vëlla motër, si vajt ka në Dubai, në prosperitetin e Dubait, në atë parë njërë. Mendo, për një moment. Kur ti do të veçohesh, ti do shkosh në një mal, në një kabinë atje dhe qëndron me atin. Ndërkohë tjetri vajti në Dubai dhe sipas ti, masandaj po ja s'po merrshe vesh me kamarierin për të ngrenë atje dhe okay, po ja shikon, ja zoti po më thoshte të algjeroja. Dhe menjëherë manipulimet e veta. Okej, tha, shkoj lart në dhoma, tha, sa vete në dhoma, tha, me njerë, masandaj, tha, në atë moment, tha, vjen Mesia aty fizikisht, tha, më viziton dhe më tha, masandaj, të rinjtë, po më thoshte, të rinjtë, e kështë fjallën që prediko të rinjve atje kur të kthehesh në Nigeri. Qarë po i predikon atyre të rinjve? Besimin e shtirur, të një Mesia që nuk ekziston në Bibël, që anullovi ligjin. Hajde këtu të eci në palishmëri në festat pagane dhe do të veu unë në duart se jam fuqizuar prej benihin. Apo, që ndjelët të vdekurit. Katrin Kuman shkonte në varri saj. Një tjetër karizmatike që këta në Afrikë, Katrin Kuman, edhe në Amerikë, dhe këtu në Kanada, e lartësojnë në manipulimet e tyre. Dhe të vazhdojnë pak më tej. And I swear praying before I did it. The movement to declare trend and to set the check above and the In presence of Jesus into this place. Shikoj personat. Shikoj si personat si manifestohen. There is the restoration going on here. Ta i quajnë restorim. Ndërkohë ajo është vetëm manifestim frymrash. Kurse këta i quajnë një restaurim. Ndërkohë legaliteti që qëndron kur hap derën në jetën tënde me shkeljet e ligjit, ti dhe unë vëlla motër ne kemi përjetuar apo jo? Të lutem, mendo për moment, një person që vazhdon të shkelë ligjin vazhdimisht, a hap derën në jetën e tij?
Po kur hape dera për 30-40 vjetë? Si bet? Sepse mashtrimi duhet jetë aq i fortë që një person ta besojë si të vërtetë. Një mashtrim duhet jetë aq i fuqizuar që të ngjajë si vërtetë, ndërkohë e di kush është mbrapa. Sepse do të njihni nga frutet tha Mesia, praktikojnë urdhrimet e ligjit të Atit tim, sepse Mesia Jashua nuk eci në gjëra të tilla, nuk mbajti festa pagane, Januse dhe ku ta diun Valentine, që këta ja egzaltojnë ato gjëra në jetën e tyre. Në asamblet e tyre, mos ndoshta kanë sabatin si një shenjë besëdije së përjetshme? Që Ati do gjykoj njerëz dhe për ngrenjen e mishit të derrit në Isaia 66, Isaia 65, gjithashtu. Ai. Things that are lost have been recovered. Opa, Things that are missing shikoj dridhjet. have been restored. Ato dridhjet janë transferim frymërash. Kur të venduar ta persona, gjë që nuk do ndodhi më në jetën tënde, transferohen dhe masandar kur hyn frymëra, çfarë bën frymëra? Frymëra në atë moment kur hynë, qëndrojnë heshtur që personi të gënjehet. Personi të mbushet njerë, masandaj do manifestohet gjatë kohës. Se po të manifestohet aty, masandaj fillojnë dyshohen, çfarë po ndodh? Por me të venduar, masandaj opa bien njerë, shikon, dhe ten ajo renja që është vetëm nga fryma e kundalinit. Që e kam bërë dhe mësime përpara. You find the hidden presence of Jesus. So the hand of God is upon you. The hand of God is upon you. I see fire from the heaven. Shiko si thonë, dalë të heqim këtë. I see fire from heaven. Shiko, unë po shikoj zjarë, thot nga qelli. Kur vjen zjarë nga qelli, vëlla motër, ti e di që zjarri shkatëron. Por këta kanë të tëra manipulimet masandaj që kanë marrë vetëm dhe bazohen e vepra ty, ndërkohë kur fryma erdhi atje masandaj, erdhi dhe i fuqizovi për të mos shkelur ligjin, për të predikuar Mesian e vërtetë, gjë që në këta nuk ndodh. Por do duhet disa kohë o disa vite që një person të kuptojë nëse do të zbatoj ligjin për të mos mëkatuar, që të dali nga mashtrime masandaj për të thënë çfarë frute kanë këta, çfarë ditë, çfarë festa mbajnë, sepse festa do mbajnë në 1000 vjeçarin e Levitiku 23. Ligji nuk është hequr kurse këta thonë është hequr, tani këtë do dëgjosh tinë. Mesia thot nuk u hoq, këta thonë u hoq. Këta tregojnë frutet e tyre ti ndjek, ndërkohë frutat e urdhrimeve të ligjit u transmetuan masandaj u shfaqen nga Mesia në mënyrë të përsosur që ne duhet ta ndjekim atë, jo masandaj apostu të rejmë që Bibla ka profetizuar që do dalin në orët e fundit. Ja, shiko. Po të tregoj unë një video prapë të ti në angli që bente, ta shikosh masandaj, duhet të kalojmë atje. Shpresoj ta gjej atë video. Ja, kjo do t'jetë. Shiko tani, shikoj. So this is, I finished theory. Let me do practical. Just Mbarova thot teorinë, thot. Po ta dëgjosh teorinë është e manipuluar. Ndërkohë me këtë pastorin këtu kam folur unë personalisht. Ky që është në Angli, që është rezidenti në Angli. E kam numrin e tij personal. I kam folur, i kam treguar, i kam dërguar videon, i kam thënë rishikoni ecjet tuaja. Këti pastori Henry është, ja ku ke. E kam numrin e tij personal, ma dha ai, komunikova me te. I thash për Aromen. Ndërkohë me këtë Aromen, komunikova ishte para 4 vjetësh në Messenger. Më shkruante, i shkruaja. Por atëre nuk dija unë të vërtetën e plotë. Kur unë i shkruajta masandaj disa gjëra, nuk më kthei me përgjigje. Shikoj tani çfarë do bëj dhe gjykoje ti nëse është për jatit apo jo. 5 seconds. 5 minutes. Okay, 2 minutes. Shiko,
do ta bëj në 5 sekonda, jo, okay, jo në 5 minuta, jo, në 2 minuta, ja. Domethënë llogarit kyja si do ta bëj. Shiko çfarë aty kupton. I have your approval? Dëgjohet zeri vlla motër lart apo ta ngrej pak. Zeri videos. Sure. Okay. All right. What I want to show you now is power. Pa unë do të tregoj tani është fuqi tha. Për ata që nuk e kuptojnë, po flas. Do të tregoj fuqinë. Okay. So what I will do here, I will just stand here. E çfarë do bëj thot, do qëndrojmë vetëm këtu. Okay, po të qëndroj këtu ta shikosh manifestimin e fuqisë. Tani, kur është tënë nga ato gjëra që duke qëndruar në një vend do ketë gjëra të tilla në shkrimin. Okay. Then if I stand here for 5 minutes. Në qoftë se unë qëndroj këtu për 5 minuta, do të thënë fuqia do më lejë mua dhe do manifestohet në dikush këtu thot. Shiko tani. We begin to move from my body. I won't see anything. Power will begin to leave my body and affect these people. Maybe 1 or 2 of them. All right? And then you will know how power is. Dhe duke qëndruar këtu, masandaj unë nuk do të them asnjë gjë, por do manifestohet, do infektojnë, më thënë do manifestojnë njerëz këtu përreth meje. It is noisy. Shiko, më thënë, kjo fuqi është e zhurmshme. Shiko tash si fillon, si po i përgatit njerëzit. It is boisterous. When it acts, when it moves with so much energy. Lëviz me shumë energji. Okay, janë disa gjëra që duhen kuptuar me atë energjinë nga vjen në atë parë. It can break things, can destroy things. It can release things. It can remove things. The power is coming. It's coming stronger. I sense it. It's surging. It's surging. Shikoj manifestimin e asaj? It's surging. Shikoj titra? Shikoj. Të duket? Shikoj. Surging. 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 Kështu venin në kishën e parë, vëllai? Shkonte apostulli Shaul dhe një të hyrë atje dhe tha unë do qëndroj këtu, thoshte apostulli Shaul, dhe do qëndroj këtu 5 minuta dhe shikojmë masandaj judejt apo nga kombet që ishin aty brenda në sinagogë, dhe me njerë fillonin manifestoshin, nga karrikja, pum! Kështu beshin? Shikoj manifestimet e prymrave, shikoj si papalitën poshtë. You know what? Whatever you do, please help me preach to your neighbor. Whatever you do, never be empty of fire. Shikon, çdo gjë që do bësh. Atëre thuaj edhe komshiu thot aty afër. Thuja shoku që ke. Mos jesh asnjëherë i boshatisur prej masandaj zjarrit. Përkujt. Zjarri në Bibël ka 2 kuptime, shkatërues ose simbolik që të rafinon, të pastron nga shkeljet e ligjit në emër të Jeshuas. Kur mban urdhrimet e tija, dhe vjen pastrimi i para gjonit 1:9 që të rafinon çdo ditë. Do ta kthejmë edhe një herë. It's surging. It's surging. It's surging. It's surging. Shikon këto 2 këtuja vëlla motër, shikon këto 2 gratë, si bënin në fillim. Shikon lëvizjen e pa kontrolluar të kokës. Këto gjëra unë i kam bërë më përpara, është mësimi dhe kam ekspozuar të tërë, masandaj dhe mund ta hedh dhe mësimin për ta shikuar të plotë kur e kam bërë. Por ti po ti sill shko çfarë ndodh. E shikon? Surging. Mbas asaj, çfarë ndodhi? Pyeti njerëzit mirë. Se po t'ishte Mesia Jeshua, një person do parapalitesh edhe kur të ngrihesh ishte i masandaj i çliruar. Por ishin njerëz që mbanin urdhrimet e ligjit. Fryma e shenjtë zbret ku mbanin urdhrimet e ligjit, në atë person, në atë vegël, në atë trup. Jo në palishmërinë e tyre. Por si do ta kuptoj ai që janë frymrat e tjerë? Nuk e kupton, sepse është i mashtruar vetë.